Dalim i kemi rregull. Pse duhet? Po çfarë konteksti? Kjo puna që ti do të bësh diçka ashtë sepse agravon muhabeti. Debati agravon dhe bëhet në një farë pike duke u përsëritur, bëhet acarues. Jo, ama edhe ti tregon vlerat e tua në një debat që di ta menaxhosh në mënyrën më të mirë. Pra edhe ky është një shembull për publikun. Se do ta transmetosh në mënyrë të keqe, ti e zhvillon debatin, replikën në një mënyrë më skandaloze sa s'ka ku të vej, është gjë personale jotja. Pra është një shembull që është për të transmetuar të publikut që shiko, në këtë lloj mënyrë të degraduar nuk është një shembull për mos të marrë. Në një mënyrë shumë të dakordsuar. Pra, le të flasim të dy me argumente, replika, gjitha këtoja, të bëjmë atë dialogun. Edhe kjo do të thotë që publiku e shikon që se Andrea dhe Eli debatuan, arritën në një konkluzion, se gjithë debati duhet të ketë një konkluzion.